Miqtë e mikesha të pjesës tretë, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë bisedë me formatin podcast. Shot na shikoni kështu me bluzë të errta, xeza faktikisht, po kemi vetëm gëzim pasi në këtë tryezë janë shumë gola, faktikisht vetëm nga njëra anë e tryezës kanë ardhur të gjithë golat në kampionatin shqiptar të futbollit, por edhe në turnet e huaj. I ftuari i sotëm quhet Xhevair Sukaj, ka bërë të lumtur tifozët për shumë vite në skuadrat shqiptare ku është aktivizuar, veçanërisht edhe mua në të paktën një skuadër patjetër. Xhevo, jam shumë i lumtur që pranove ftesën dhe kënaqësi e madhe që të kam përkrahur për një bisedë me këtë format këtu dhe ne. Mirë se u gjeta. Edhe unë gëzohem që më thuat të bëhem pjesë të emisionit juaj, pjesa 3. Më vjen shumë mirë për nismën që keni nisë. Uroj me shpirt që shkoni lart më lart, sepse idetë e reja, gjëra që nuk i bëjnë njerëzit shpesh, më pëlqejnë shumë. Edhe ju uroj sukses realisht. Lumë goja Xhevo, faleminderit edhe një herë. Këtu te pjesa e tretë ne me kemi si zakon ta nisim nga fillimi, nga origjina, të njohim personazhet sui generis. Si e nisëm me futbollin ti Xhevo dhe kush të shtyu drejt lojës bukur? Vi nga një familje nga Shtoi në Shkodër. Kam 2 vëllezër dhe një motër. Edhe baba është bë kryesori shtys, sepse në kohën familjen tonë normalisht baba të drejtonte nga të shkosh. Sot pak të fitës gjallën vetë drejtimin. Edhe fillovan te klasa 2 me fillu futbollin. Realisht kisha edhe pritshmëri, kisha disa dhëna të mira që thoshin që më kanë thënë. Dhe fillova duke impenju me të moshat e vogla. Normalisht kanë qenë me zonën atë kohë, nuk është se ishin siç është sot Akademia Vllaznis, ishin trajnerët. Edhe fillova në shkolla Xheladin Fishta, një nga shkollat më e vetme në shkollat që kanë filluar që ka formim sportiv, po. Edhe aty vazhdoi fillimet e mia, masanin përfundova mas një vitit e gjysmës 2 ke profesora Dianara Indieri, një nga njerëzit më të rëndësishëm të jetës time që kam arritur me ardhi këtu. Edhe vazhdoj deri te moshat. Përpara se të shkojmë te moshat e vllaznisë, Xhevo, unë jam kurioztar faktikisht edhe për fëmijërinë tënde. Na trego pak ato rrugicat e Shtojit aty apo fushat, nëse ka qenë zonë fshati, domethënë si ishin kushtet, lojrat që ke bërë me vëllezrit, me kushërinjt, me shokët aty afër, domethënë këto janë gjëra që na interesojnë, po unë kam edhe pyetje tjetër, ti ke bërë shumë gola, po unë kam edhe kuriozitet, a ke qenë ai fan nxënës në shkollë apo jo? Matematikën kam qenë ekselent. Ke qenë mirë, me llogarit. Shiko, futbollin në Shkodër janë të dashurum si gocat, si djem, si pleq, si plak, si çfarë do lloj njeriu të jeton në atë vend me futbollin jetojnë. Është i lidhur me futbollin shpirtërisht. Jam rritur në Shtoj ku familja jeme mbi për 15 vjet ka dhëruar një fushë futbollit ku ka ndal breza aty. Dhe unë aty jam rrit, në tokë familjes time, domethënë. Aty kanë gjithë bashkë shumë ekipe, kryesisht profesor Ardiani. Edhe jena rrit aty, kam pas shumë afër, isha gjithë ditën në fushë. Edhe s'kisha nevojë për rrugicës e dikësh në fushë dhe realisht më ndihmu shumë. Kjo kanë fillime që i kujtoj. Por më takoi me dal shumë shpejt. U rrita shumë shpejt dhe 16 vjeç përfundova në ekip parë. Edhe këto brezat i kam kaluar shumë shpejt. Para 3 gati gjysë sezonit, të 3 sezon dhe kalova direkt në ekip parë. Po çfarë ndodhi, shënoja shumë Xhevo, domethënë kush ishte domethënë faktori kryesor që ti i doqe shpejt etapat dhe arrite deri në ekipin e parë të Vllaznisë, sepse ti vetë the domethënë që Shkodra jeton me futbollin, po te Vllaznia faktikisht është presion i madh, nuk e bën të gjithë. Shiko. Unë kam një parim në jetë, pavarësisht se tani do dal në fund jam shkuti që nga futbolli. Dush me bëj serviti shumë për më bëj futbollist. Unë mosh 12 vjeçare, 13 vjeçare, domethënë nuk më mbaron të dita pa 6 orë në servitje. Sinqerisht. Ka qenë servitja normalisht sforzo e familjes time për me bëj serviti sepse plotësimi i kushteve në atë kohë ka shumë i vështirë. Është qenë tjetër, normal, ka shumë sot. Kushtet që kam pas në shtëpi, mashallah i kam pas mirë, zot faleminderit. Dhe nga servitja e tepër dhe përkraja e familjes e gjithë fisit tim, më ka bërë që të kapet etapat më shpejt. Në atë kohë ka pas lojtar pafund, super lojtar, ka pas lojtar që s'kishin mbështetjen e familjes, kishte
se kishin dëshirën e plot, ka shumë gjëra që bën. Shumë faktorë. Nëse ti do të bëj futbollist, po nuk i bën 2-3 seanca në ditë, nuk do përfundosh, nuk arrin dot. Kjo ka qenë pjesa që unë arrita me kalu shumë shpejt etapat. Por edhe kam pas i veskesh bosha shumë gole. Shumë gole, ke pas edhe vonte. Edhe morën shpejt. Gjevo, një episod që kujton për shembull një ndeshje ose nuk e di një finale apo një trofe që është vendos me golat tuaj që ti e kujton që ndoshta edhe vetë bindi që shiko unë do të dal futboll, jam i prerë për këtë punë, por edhe ndoshta dikush që të zbulohet dhe tha këtë djalin ma sillni aty se duhet për tjera sfida. Vllaznia Tirana ka qenë 2008-ën, një finale kupët, ku kam bërë gol në 38, Gilman Liga bani në 2, dhe kena pas përfaqësues të Realit Madridin në stadion të Elbasanit. E kishim pamujtur në fituar me Tiranën. Ishim ekip shumë disnivel me Tiranën atë, po Tirana kishte super ekip, luftoshim të dy ekipit për kush mendon në UEFA, fituam kupën. Ishte tepër e vështirë. Mas asaj ndeshje, bani një paraqitje fantastike. Një nga paraqitjet më të mira që unë e maj mend që kam pas, edhe ishte pjesa që unë e bëna trampolinin nëpërmjet asaj ndeshje. To njerëzit që kishin ardhur në Japoni, më ofruan një kontratë në Sion të Zvicrës, Super League, ku ndërmjetësuesi ishte ekipi i Realit. Ishte si lloj trampoline domethënë, një herë aty dhe më pas. Nuk u bë kismet sepse paralelisht mas asaj ndeshje kisha ofertë nga ekipi që shkrim lizë dhe vazhdoi, domethënë për 2-3 ditë ndryshoi komplet situata e jetës. U përqendrova me shku në Zvicër dhe më doli Turqia dhe vazhdoi jetën. Atë mojmë atë gol, kam bërë një gol shumë bukur. E mojmë kapa i mbrojtësi të Vllaznisë, largoni top mbi 60 metra. Tiranës. Edhe kam kanë dy luftim me dy mbrojtësa të Tiranës. Janë nga ato Vrapi, Endri. Edhe e kontrollova topin direkt me gjoks dhe nga kontrolli dola direkt në goditje. Që shkoi 2-0 dhe morën ishte 2-0. E moj mend shumë atë gol. Ka qenë muaj maj normalisht kur vendosen finalet, po ti ke bërë edhe një gol po bashkë me Gilman Ligën pak muaj më vonë kundër Greqisë po në njëjtin stadium, që Gilmani të harkon edhe ti e bën golin me kokë. Ishte shumë e rëndësishme ndeshja sepse ne vitet të asaj kohe ishim fillimi i etapave të moshave dhe të kombëtarëve. Po, domethënë edhe federata po fillonte duke investuar më tepër. Ne kishim ëndër mos të lëshim Greqinë të marrë pjesë botërore. Edhe u bëm sebeb në 1-1 që doli Kroacia. Edhe ke parasysh në fund, që diku në minutat 89-89. Edhe neshën e parë në Greqi barazova 1-1 golin po me kokë, por fitoi Greqia dhe ne kishim ëndër që ta lëshim Greqinë mos marrë pjesë, sepse ne nuk kishim nivelin e tyre, po thjesht ishim përndeshë. Gjevo, kjo është pozicioni perfekt ku mund të rish për Audin, kur afrohet shuset një gjë pastër fare. Edhe tani vazhdojmë po ke ky i njëjti arsyetim. Gjevir, po më flet shpesh për Elbasanin, po Elbasani faktikisht dha edhe trofeun e parë në karrierë. Si përfundove ti përpara se të shkojmë tek Elbasani, po me që e cekëm ta djegim edhe këtë si etapë. Më thuaj pak si përfundove te Elbasan kampion. Se ti ishe shumë i vogël, pak ishe që kishe debutuar edhe me Vllaznin, po aty ka qenë mos gaboj Safetosja nga Shkodranët, ka qenë Albert Kaçi, nuk e di, ka qenë në Shkodran tjetër, atë sezon që edhe trajneri Ilir Dahen. Domethënë ti Ilir Dahen e njohim sot, po ti e ke kap shumë herë në karrierë. Na trego pak për atë përvojë. Si përfundova në Elbasan? Duhet të kesh qenë 18-19 vjeç, mos gaboj. Më i vogël. Bana sezonin e parë të Vllaznia. Na kishin bërë një kontratë 3 vjeçare. Isha 16 vjeç. Në sezonin e parë, direkt nga moshat, bana mbi 19 ndeshje, kampionat me ekipin e Vllaznisë ku shënova edhe një gol. Në kupë mos u gabosha që bëja 4-5, këto turnet e para, jo ndeshje zyrtare, shumë ndeshje të forta. Edhe marrë kampionati, kishte ndryshim presidencë të Vllaznia dhe ne na ofrojnë disa lojtarëve të ri, na ofrojnë me prish këtë kontratën edhe me bë kontratë 5 vjeçare. Mafa të gjatë, domethënë. U bëm grup, u bë problemi i madh, u bëm grup me shumë lojtar. Gilman Liga ka qenë një tavlon tërmeti, po nga zona ime nuk kanë pas syt më të mirë. Çe la futbollin për këtë punë. Doshim na me prish këtë kontratën dhe me bëj kontratë 5 vjeçare. Familja ime më shteti dhe nuk na lejoi me bë. Kam vazhduar 6 muaj në përgjigjen federat. Në janar domethënë vazhdova në ver. Fillim sezonit unë kisha shku në Elbasan, me njohjet tona të familjes, njerëzit rreth rrotull, mori Elbasani më, por nuk luaj dot, sepse nuk kisha letë, isha në gjyqje me Vllaznin.
Në janar kam moletat, kam paguar 13.000 euro. Shkollimin për kohën shumë. Me kohë shumë lek. I kam paguar në federat 13.000 euro. Shkollimin si taksa formimi si quhet tani. Taksa formimi, po ajo ka qenë shumë e vogël, po nga që kisha edhe kontratën 3 vjeçare. Duhet të dëm shpërblerje edhe pjesë që firmos. Mes gjyqeve më dhënë 13.000 euro. I paguajta, në janar fillojmë luajmë me Elbasanin. Në atë kohë Elbasani ka pas super ekip. Ndjes një pyetje, ti e ofruar në kohën kur ishte trajneri Ilir Artan Bushati apo ke kap sezonin me Ilir, sezonin e titullit? Ilir, domethënë, Ilirin, profesor Ilirin e kam njoft më përpara në moshat. Ka ishte takuar disa herë. Dinamon, po. Dinamon e moshat. Moshat kombëtare, të kombëtare, 17. E kam pa njoft më përpara, aty e njohta fiks. Edhe kur vazhdova në janar, nuk e di sa sulmuesa ishte Elbasani. Skerdi Bejzaden, Riz Vanollin, Leviz Dalipin, masaj lute Erlin Nora, ishte Stojku, ishte aq sulmuesa sa s'kishe ku më shku. Kaçi që lundë nga Kaçi pa diskutim, vetëm portier. Ilir Qorri, po ma kishe shumë sulmuesa, nuk kishe ku më shku. Edhe u aktivizova një 4-5 nesh. Ti ke luajtur me Sushorën ose atë vitit që ka? Sushorën muaj, po. Nuk bledhe kush. Edhe në mesfush muaj s'kisha shumë se ishte Abrahami, organizuesi muaj të militar shumë i mirë. Në vitet e tij atar në atë kohë. Edhe përfundova Marika Menati, u ktheva te Vllaznia. Dol me kampion. E shijova titull në pak gjë, që djalë i ri, normal, po kishte entuziazëm në Elbasanin ato vite. Kam respekt shumë për Elbasanin, për qytetin. Isha fëmijë. Domethënë na kanë trajtuar, nuk e di. Identik si qyteti i Shkodrës. Si ti qytet venda, si ti qytet. Identik si qyteti i Shkodrës, sepse e dojnë shumë futbollin, edhe unë më mend kur na dal kampion, dolin sot dush çdo ekip, po çabani në fillim në fund gjithë qyteti ka kanë një fes gjigante me thonë. Janë pak si Shkodran por me tekst tjetër. Identik. Jo si Shkodra. Po me tekst tjetër thash ju shpëtova. Ju shpëtova në minutë fundit. Xhevo, unë jam kurioztar faktikisht edhe për fillimet kur ishte ende në Shkodër, domethënë, atë kujtohet debutimi kur ta thanë që do luash për Vllaznin. Sa herë jam thirr për më futës fuçi, thoshë s'ka mundsi, janë do më bë për borxh. Po më bën kasile. Më me neshin e parë e kam bë me Tribunën e Pukës. Në kup. Fitu me 18-0 bona 2 gola. 2 gola, që neshin e parë. Kam qenë shumë i vogël. Domethënë, isha ke 16 vjeç, nuk i kisha bërë 17. Edhe mrapën vazhdova duke luajtur. Atë vit u shit Salihin e Greqi. Panjones ose ka bosha. Panjones u liru pak vendi. Dhe vazhdova luajta. Kisha vazhduar të luaj me Salin, po jo në minutat plot. Mbrapa kur iku Salin mas janarit, u bën lojtar formacionit. Sepse ishte Sinani, Viori edhe Abilio, ka qenë një moj kanë lojtar shumë mirë. Ai ka lidhur me Shkodrën. Nga që ka qenë një tresh sulmit Sinani, Abilio dhe edhe Salihi, iku Salihi bëna treshun krahut muajt. Edhe u bë goxha e fortë. Po në atë kohë po si e përjetohet i faktin për shembull që u bëre futbollist, se ishte i vogël, po ndërkohë peshat e rënda të sulmit Edi Martini, Vjeresin Sinani, apo Hamdi Sali, Begim Bale erdhi mbrapa, domethënë, por që këta Abilio e këta lloj sulmuesish, domethënë, i shikohej si model apo kisha atë, le të themi, nuk e di, atë egon e djalit të ri që jam vetë i mirë, edhe unë ditë bëj gola, do luaj. Stërvitje më ka animuar shumë. Kam qenë shumë i barabartë në moshë të vogël. Fizikisht kam qenë i barabartë me të gjithë. Domethënë nuk është se kisha një mshtin, domethënë i vogël, por forcën fizike e kisha goxha. Domethënë u dallosh atë pjesë. Vetëm nga stërvitja dhe nga familja që më ka mbështet maksimalisht, domethënë se jena rrit me vujtje. I vogël kush ishte para pëlqyeri nga këta? I kishe më tepër për Martinit apo më tepër për Sinanin? Kë kishe më shumë qef. Ndoshta nga Sallakja. Viori më pëlqente sepse ishte lojtar i fortë, më përshtat të pjesës si lushon. Kurse Edi ka qenë brillant. Lojtar shumë i bukur. Shumë rrallë me gjetë ata lojtar. Ne më mend ata triblime që bëte te xhumlonte në lojë. Kishte shumë gjëra domethënë, kurse Viorit ju përshtatja shumë sepse në përgjithësi kishte talent të diskutohet, po i zerte golat nga hiçi. I marrte me forcë nga cepet, nga ancorët të përplasë dhe delte në finalizim. Ai më ka pëlqyer më tepër te kjo pjesë. Dhe Shkodra ka qenë e bukur, se përmend edhe Bekim Bale. Jo, Bekimi erdhi mbrapa, po që vazhdoi traditën e sulmuesve. Iku vjen bala, domethënë ka kanë një zinxhir kohë, sepse në atë kohë
Sot i neshe, dy neshe rrinë pushim, të trajnje hajde luj, në atë kohë kanë shumë vështirë, ja zonë venin parit aty. Se ka funksionuar ashtu futbolli. Plus dhe më të fortit rinë në kampionat, tani më të fortit i ke jashtë. Po, edhe u bote sebeb gjithmonë nisë, vllaznia ka zerë futbollista gjithmonë. 2-3 vjet rritë lejtari ushtiste, se mos sulmusat. Tash ka ndryshuar pak gjanat, por u bote sebeb pikte kryesori ju hap dhe veni diku tjetër. E përgatiste vet ekipi një ideal 3, se ka pas gjithmonë prurje. Edhe kjo ka qenë pjesa, nuk ka qenë e lehtë, shumë e vështirë me lujt me ata emra. Në ku kena pas mësuat Licin, Armir Grimen, ke pas lojtar perfekt, domethënë shumë vështirë që ti konkurrosh ti në moshë të vogël. Si koha, kurse sot duket ka ndryshuar pak gjërat. Çfarë do të pyesja faktikisht, ti thesh para një diskutim shumë interesant, që kishte një super mës skuadër, por që e la futbollin për arsyeën e letrave në kohën që ti kalove në Elbasan. Na vunën kusht me bë kontratë 5 vjeçare, nuk pranuan në familja ime, mori rrezikun është gjyqe. Gilmani Firmosi, 5 vjet. Gilman Liga Firmosi aty 5 vjet. Kush dha i Hollandë e shoku im, i tha unë bajta s'ka kush vetë dhe i la futboll. Vjen shumë keq dhe në rrethin ton, brezit ton. E përmendin se kanë. Tu doja dila Xheo, faktikisht pyet, a ka pasur talente gjatë moshave që ti mendoj, më ky me këtë do fitojmë titullin, edhe më pas e la futbollin. Pa diskutim çe po. Ka pasur. Pa diskutim çe po. Lejtar shumë mirë. Lejtar që po të kishin pas për kraje, do kishin kanë shumë lart sot. Do kishin pas emër, se sot ndoshta do ta kishin lënë futbollin. Do kishin pas emër, ka pas sa dur. Sot bën përshtypje lu një lojtar 2 neshe, çohet gjithë ekipi me mbështet sepse ata do e kapën një talent. Atë ku ka pas më tepër. S'ka pas çmë bën njerëzit, s'kena pas telefona. Vetëm stërvitje gjumë ushqim del, nuk kena pas gjë tjetër. Ashtu ka qenë koha. Sezonet e para me vllaznin si kujton më tepër me emocion, me kënaqësi që po ja dilen futbollin profesionist, apo ka pasur edhe këto vështirësi, domethënë të minutave të pakta hera herës, të këtyre problemeve burokratike herë tjetër, ndonjë përplasje me ndonjë trajner herë tjetër, si i ke faktikisht kujtimet nga ajo kohë? Me trajnerët më thon drejtën gjithmonë përplas. E kam pas tip. Po falenderoj Zotin që un kam pas një temperament që nuk e kisha problem këngë përballë. Luja nuk luja, më futi, domethënë isha me në fregut e pjesa e ndjenjave, se çfarë veprimi do bën ti ndaj mejet. Se ka një kohë të vështira. Dhe në modë shumë, kam qenë shumë i ftohtë. Ke qenë i ftohtë kam qenë shumë i ftohtë në veprime. Do thonë isha nuk më bote përshtypje që edhe nesër nëse s'los më hiç, kam qenë gjithmonë e përjetuar momentin dhe më ka shërbyer shumë. Dhe është një nga gjërat më të mira që ju them edhe sot brezave që duhet me pas. Mua me në rastet e penalltive kam qenë shumë i ftohtë dhe nuk më bote shkosha me godit penalltin sigur e kam humbur. Nuk e vrit çamen isha, domethënë nuk më bota asnjë lloj ndjenje që po dështoj. Po është shumë e rëndësishme kjo. Po ajo është pak edhe e lindur atje, se skepsi bën. Pa dyshim që është e lindur, por e fiton nga stërvitja tepër, nga minuta që i aktivizoi vogël, fiton një lloj imuniteti që e përballon kundërshtarin më kollaj. Atëherë ti ke një lloj të paktën fillimet e karrierës, e keni një rrugtim ngjashëm me Gilman Ligën. Si keni marrëdhëniet sot, duke qenë se e keni dhënë se është interesante Xheo faktikisht ta fitosh kupën e Shqipërisë për shembull me 2 lojtarë që ndoshta nuk i kishin bërë se një vjeç. Si ti si Gilman, edhe ishte lojtar të shpresave të Shqipërisë në atë kohë. Edhe vinte mas 21 vjet vinte mungesë, fitoi kupën. Edhe kampionati ishte fituar në 2001 ndoshta për herë të fundit, pas gabon 87 kishin fituar kupën deri në fund, kampionatin 2001. Pra kishte një paguri për trofen Shkodër. Edhe e fitoi vllaznia me 21 vjeçar. Si keni marrëdhënie sot me Gilmanin edhe? E kam shumë mik. Se edhe në Turqi atletik bashkë mos gabon. E kam shumë mik. Gilmani vazhdon tani rrugtimin e vet është në Abu Dhabi. Si trajner mos gabon. Po është trajner me moshës, kanë hap një akademi me disa bashkëpunëtor më të vetë. Domethënë nuk e di, më kujtohet ai emri i idealit që ka hap, por janë shumë, edhe më ka thënë që janë shumë mirë. Gilmani ja nisme për herë, kena pas një moshë. E vazhduam ikmi të dy ndërgji për herë. Po bëu sebeb një familjar imi që nuk jeton më sot. Bëu sebeb që ne shkoshim ndërgji, na erdhi edhe Teli, Admiri. Admir Teli, po edhe ne bëmë një treshe shumë mirë, po. Është shumë vështirë që një lojtar bën trampolinin dhe shitet në një ekip jashtë Shqipërisë dhe që ta afirmohet direkt. Shumë vështirë, do përplaset, siç u përplas me ne. Siç u ktheva nga Gënshëri. Unë mashën men,
Unë firmosën me Gençler Berlin. Admiri dhe Gilmani firmosën me Haqetepën. Po ishte një president. Gençler është ekipi i madh. Edhe më thot mu presidenti thotë do shkosh te ekipi ku ke edhe dy për minuta për që ti jesh bon krah me to. Ti integrohesh më mirë, të kesh më shumë. Unë më kisha një sulmues në Gençler Berlin, Mustafa Pektemek. U bleja 15-20 milionë bleu Beşiktashi se më men. Vallahi s'kishte lidhje fare me mua. Ishte vendali, ishte i angazhum edhe i mësu me ambientin dhe lutë para mejet. Ku të trova me shku, sepse hera parë thash, ku kishim dalë ne jashtë, mos isha me fola as gjermanisht, as italisht, as turqisht, as anglisht. Futu me grupen aty, edhe dhe me thanë, ishte i periudhë që ne të 6 muaj që të dru më këthy, u ktheva në Shqipëri për vëllazin luftoshe për kampion, pa e humba ritmin edhe trampolinin e parë. Humba një vit kohë, por u ktheva në Shqipëri pas 6 muaj i ka pranë Turqi. Nuk ka qenë lehtë. Hera parë, sidomos mosh koha ka qenë shumë vështirë, nuk e ça dot. Po dash më kthy edhe një herë me ballë një trampolin tjetër për me. Çfarë ndryshime shvrete fillimisht në përvojën e parë të vendit Xhevu? Përveç faktorit gjuhë që normalisht ka penalizuar. E dija shumë të fortë veten. Okej. Fizikisht. Aty e njohë më mirë. Aty shishë i thosha telit, atë mirë i thosha, ora ato lujtë aty pontori fush luft më mirë se unë. Si ishte ditë e parë, kupton? S'ka mundësi thotë se si isha mësu. Ishte kushte të tjera, ishte, domethënë, ritmi pa diskutuar, ritmi ishte shumë i shpejtë, ne ishim mësuar me zgjidhje me forcë. Aty forca ishte e barabartë, nuk pije ujë me forcë aty. Po, edhe kjo ndodhi. Mbrapa më sej duke marrë minuta, duke marrë eksperiencat ndërkombëtare, fiton dhe del vetë më shpejt. Xhevo tani ka shumë ndërmjetës, shumë agent, shumë familjar që edhe merren me këtë punë, domethënë që përpiqen të gjejnë një kontratë më të mirë, një skuadër më të mirë, një mundësi më të mirë. Ti arritet të shkosh në Turqi, në Egjipt, në Kroaci, në ato vite patë ca lëvizëm, korrigjon nëse gaboj diku ndonjë destinacion. Kush ndihmonte në atë kohë? Cila ishte figura domethënë që qëndronte pranë një talenti? Si Xhevair Sukaj apo qoftë Gilman Liga, Admirteli, po sot kemi nderin të flasim me ty. Kush qëndronte pranë ato momente? Kishin filluar agjentët domethënë që të këshillonin apo gjithmonë ishte kjo zgjedhja vet, pak familjare? Në Turqi kam shkuar nëpërmjet djalit të Axhes, që nuk jeton më. Ai më hapi rrugën për shkuar në Turqi. Kishte njohtet e veta, nuk kishte lidhje absolutisht fare me futbollin. Po ishte një ish pjesë time dhe u bë sebeb. Kurse mas Turqisë më ka taku me punu me Ulis Kotrën. Shumë mike kam dhe kam pas besim. Nuk kena pas pun kontratash me te bëj kontratë me kelitari. Me ke prasi thosha, Ulis ekipin, dhe shkojmë, e ke prasi një sore, kupton? Dhe këtë ju thamë edhe këtë në Brizë të ri. Unë rritë një lokal aty ku kam hap me familjen time dhe më takojnë ma shumë baballar, ludjorit e Partizani, mosh, shoh që kanë talent, flasin mirë, flasin thjesht. Baballar edhe familjarët janë ngershje dhe me keqja e një brezi të ri sot. Kam një rast s'po jep emër, jo një, po disa raste e bojnë fëmin Messi. Ma të mirë kur e shef vet djali nuk është i përqendruar në servitje, ke shumë gjë, ja dallon sa është profesioni jon. E dalloj një veprim, një marrje si del në veprim. Po i artopit dhe janë 3-4 gjana që moshat e reja dallon, nëse i ka, o thua, ka për mrapën sepse mund ta arrisësh. Kur i shef që kanë ta mangësi të ABC-s, do të thonë, shumë vështirë. Edhe familja thotë, po më marr filani, më bën filani, ja, agenti, cila agent. Çka kam nevojën për agent kur bëj 20 gola në Super League. 15 gola në Super League, do mbi vetë ekipet për kërku. Ti agent, ku do më çuti më? Gençler Berlin, do më çon në Ankara. Po vëlla, për 10 ditë, 15 ditë ta bëj kontratën me ty për filan ekip, përfaqësoj ti për 15 ditë. Mas 15 ditëve nuk të njoh. Nuk kam pse më ndaj varron të ti unë. Çose unë jam lejtar mirë, vinë kërkojnë vet. Ata që thonë jo po s'ma futi trajnier, jo s'ma do presidenti, jo po kështu, jo po legu, jo fusin miqësi, janë mohabete kot. Janë mohabete kot sepse ai lejtori i Barcelonës që jam nuk ka nevojë mi thon kush çai të bëj, po marrni shembull kështu. Drejt. Po i dha vetin fushash me dën. Nuk mundesh ti me as me hyn në miqësi, më na kanë sa herë me lejtar të miqësi. Po s'ka nga kërkun. S'e kanë fitu kur. Nuk e kanë bajtur. S'e kanë fitu kur s'maj me një rast 25 vjeç që më në futbollin, që një që ka hyrë në hyrje që ne i dishim, edhe sot është bërë një futbollist i mirë. Ka net në ata ujra dhe është lista. Fusha është arbitri absolut. Fusha serviti. Në fundit fare. Kur lejtari mu me merr provat
testet fizike në kërcim, goditje, në shpërthim forcë, në testet fizike i ke mreslancë, nuk kam si mi thonë kujt hajde merr ose ashtu se mi tregon vetë fakt, nuk do t'i kem, do t'i disponoj këto gjëra, që ti tham atë ditë shkoj ti tham trajner, po më ke borxh ose s'fut. Po. Domethënë popullosh, jo me ke borxh sepse do t'i rregullosh dhe punë vetes, një që të bëj 2 gola i bën punë edhe trajnerit. Sot është bë biznes pjesa e futbollit. Po të marrë shembull presidentin e Partizanit. Mik me pas. Ti ke qenë te Partizani një nga investimet më të forta në 2016. A disa dëgjojnë aty, ja po fut filan. Po mik me pas, një në shtëpisë me pas nuk e fut. E ka biznes familje taj. Ku lekë i burri botës, nuk ka se si me të fut ty e mu kur s'bëjmë për atë. As ke moshat, as ke ekipi parë. Ka biznes me hell 2 milion euro në vit. Nuk ka logjik jam të fut ty e se më të fut ty. Jo më dhanë, ma mirë t'i falë, t'jap, hajde këtu të bëqa dush, ose i luj një ekipë të gjej, po jo të unë. Se unë du më rritë lartë, du më shku lartë. Kam pretendime tjera. Pra ne sot janë njësifikime koda këto. Diskutim shumë interesant dhe të falenderoj Gjiu për këtë domethënë dalje pak nga temat, po që më pëlqeu shumë si koncept. Ti je një brez i lezetshëm, domethënë te theshtata, ka kap gjithë detajet e kësaj periudhe. Kam kap 3 brezat. Po, përveç këtij fakti, do të pyes, kur ke luajtur jashtë vendit në pjesën e parë të karrierës, pa shkuar në Iran, atë ka rastis për shembull, nuk e di, në Turqi ose në Kroaci, shikohen lojtarë që u bë botërisht lojtar i madh, më pas kundër kujt ke luajtur për shembull? Po, në Zagreb, para Zagrebit, kam qenë në Egjipt. Kishim Mohamed Salah në ekip. Megjithatë. Po për zotin. Dhe tregoj një rast, duket e kam thonë para ca viteve në një studio televizive së më ku dhe u lik Skoti kishte lojtarin e vet. Mohamed Salah. E ka çuar Dinamo Zagreb. Për provën e tij, jo, për provën e tij nuk e merr, e ka çuar në Hertha Berlin, e ka çuar Kutbus, e ka çuar disa vende që nuk e pranon. Me sinqeritet. Vjen mas një 15 vjetëve doktori kombëtar Skarate bën një kontratë me spitalin gjerman tu, e kam shumë mik, Sasha Jankovic është pjesa e futbollit e njeh shumë mirë se këto dëmtimet e këto i shkojnë i bëjnë ke ai, shkirurg shumë i mirë. Dhe i po ta thonë që pash zotin, ma pyeti era presidentin e Dinamos, drejtorin ishte vllai Mamić, që ka qenë trajner. Sepse filan vit kena çu një CV, i shoku jemi kena çu për provë aty. Po i thoshe për Salan, jo, s'ka mundësi, e merrte presidentin telefon, është mohabet i freskët. Se besonte, i hyn arshive ai. Se çdo lojtar kishte një njollë që kush vite do çoj di ken për provë, edhe nëse nuk vjen për provë, i le edhe një njollë që më qen na ka ardhur ky lojtar. Edhe doli që kishte qenë Salah. Kishin çu ofertë për me çu në provë. Ai luten një Almas ta moshat dhe nuk kishte kështu. Ai fati i tij ishte që u bë një gru shtetit. Domethënë ka qenë ekipi i këtij presidenti që ka qenë te Tirana. El Sayedit, me Tuali El Sayed. Al-Masri ka qenë skuadra e tij. Al-Masri, nesër me Lelin hyn tifozat në fushë. Tragedia e Port Saidit, me Abutrikën, me njerëzit e humbur, po, histori. Aty u blloku futbolli për një vit në Egjipt. Po. Mes Ismailis, ku lushon dis Al Ismaili, edhe Kairos ishte një vilegj, s'm kujtohet si emër, edhe ishte një akademi që sinqerisht sot e mendoj kishte ide shumë brillante që ka bëu veprim. Ishte i pasur, kishte bërë një hotel 5 yje, kishte 4-5 fusha. Hotelin e përdorur për turistë nuk diskutohet. Edhe kishte një akademi futbollit. Nuk ishte i thjesur për punë. Edhe marrte lojtar, kush do i marrte i rrisë vet, i japte $100, $200, delte në përgjithë botën. Delte në gjithë botën me gjithë talenta moshë, i rrisë aty. I motë aty, edhe çfarë bëte, gjatë hapjes merkato që ishte vera dhe janari, i çote në për turne. Siç ndodhi me Mohamed Salah. E marrë ky në ekip se u ndërprej futbolli, edhe shkoni bëni neshje miqësore në Bazel. Bëni neshje miqësore në Bazel, është origjinale. Bëni neshje miqësore në Bazel, mbaroi neshjen në dorë do u ktheshin. E pa që ishte lojtar i mirë, i thonë rrini dhe me bëni neshje miqësore nesër. Po këto kishin biletat, kishin xhoxhom këtu gjithë ekipi. U detyroi ekipi i Bazelit, ja po kujt edhe herë gjitha shpenzimet e saj akademisë. Maj me në të burin që plak mosh, ishte burr shumë i mirë. E kam taku disa herë. Pronari i hotelit. Nuk e maj me emrin. Po ishte edhe pronari, ishte edhe personi kryesor të akademisë. Ne edhe një herë luajti neshën e dytë, sa pa e mbyllë shumë shurt. I pëlqej u blej €1 milion, nuk e di se sa ushin Bazel. Se ishte transferta më mëdha që bëni kjo akademia. Pavarësisht se kush mund ta ketë bënë ekip, por realisht nga kjo akademia doli. Domethënë, më ka taku kurse në Zagreb. Mos Egjiptit shkova në Zagreb.
kisha Mandžukić në ekip. Mario Mandžukić. No good Mario. Ai natko ushit në Dinamo si nga Zagreb. Ushit Dinamo dhe ikun në Wolfsburg. Sinqerisht, kur bashim servite individuale, se nëpërmjet një shoku se ikun Dinamo, nëpërmjet një shoku të kishim shumë shok dhe rrishim gjatë të dy ekipet, Dinamo Zagreb dhe nga Zagreb ishin të dy një qytetit, edhe qyteti nuk ishte as, dhe më nuk njihshim. Mund të takoheshin. Edhe bashim servite individuale për mësimin e goditjes standarde. Pasha zotin. Rrinte me pa goditjen, e kisha goditjen shumë fllator, shumë fort. Rrinte me pa prejën e goditjes që i bisha, rrinte mas me ashtu. Po, ai ishte domethënë shembull i punës. I lojtarit për me punë. Ki den servite kuadrat filloshin zemi, ai ishte 100% i përshëndruar. 100%. Ne e dim se në futboll, me bë 15 minuta i kuadrat 4-2. Nëse ti je 100% i përshëndruar, do i dalësh shokut me kërku topin, do e jep, do shkosh prapë me kërku topin, do me thonë, a di si po është? Si me lujtë 10 minuta. Edhe të kuadrati, prandaj ai ideali ishte shembull, a di çfarë servitet bote? Çdo gjë me dhunë, se kishte dhunë, forcë, por përplaste nuk pyeste fare pra sekondashtar, nuk kishte dhunë ditë mirë, s'kishte ndonjë gjë me të thonë. Gjatësinë, forcën, edhe ishte sulmues, ishte te pjesa e golit. Fizikisht shumë i fortë, madhe shelmin, madhe vrapimet, punëtor i madh, domethënë. Ka të ku shumë pas në rrugë. Edhe në Iran kanë pas lojtar mërësisht mirë. Do shkonte te Irani, po ti fillimisht u ktheve në Shkodër, bën 2 gjysma sezonesh, mos gaboj, një që përfundoi sezonin dhe nisi edhe gjysmën e sezonit pasardhës. Nga Egjipti shkova në Zagreb. Okay. Nga Zagrebi mos e erdha te Vllaznia, se ne 3-4 muaj aty kishte probleme me rrogat, alosh mes të ekipit. Se ka probleme me rrogat në Zagreb. Kishte atë por Ashtë djeni kishim ne, ashtë si pas kohës, dhe bus kishte dhënë në punës, e qëndrimit nuk u hap dhe dhëmë numër dhugarisë, nuk e di se si ishin ato. Edhe ika shumë shpejt. Gabimi më i madh i jetës time ishte që lëviza nga Zagrebi. Shkojmë në neshë miqësore, isha një muaj, se u bësh sebeb Josip Kuzhe me më qonë në Zagreb. Trajneri i kombëtarës. Ndjes pas. Edhe na çuan në neshë miqësore në Nudine, ishte në prej kampionati për punë kombëtarës. Bëjmë neshë miqësore ne, fiton 4-2 Udine dhe unë bëj 2 gola. Unë isha më së shuri majt, Sanchez ishte më së shuri Udinese, po. Më së shuri djetin krah. Sinqerisht, dhe më thonë, nuk e ke iden, çfarë bani? Puni Udinese 15 ditë një përfaqësues Udinese më pa për ditë serviti mua. Drejtori i ekipit që është sot një nga menaxherat më të mëdhenj që ka Italia, ai s'po kujtohet emrin. Pasquale Marino ndoshta, që ka qenë te Udinese. Do të më kujtohet emrin tani, tani është një nga njerëzit kryesorë ke Interi. Do më kujtohet gjatë Marotta, Ozilio. Ja, do më kujtohet. Ka qenë pjesë në Kroaci. E kishte ishte ardhur profesorë Udinese më pa dhe nuk më kishte thënë hiç, se mos ta vëm në emocion, mund bëni ta bëj. Çes më tha. Sepse do ishte motivuar më shumë normal. Pa diskutim motivuese. Edhe pata i problem themën atko, nuk bësha 100% servite plot dhe kur më tha mas 15 ditë mor me bodha 15 ditë për deri nuk mori. Edhe do të thonë kisha një mundësi trampolini shumë mirë. Dolën futbollista nga Ibresku ishim ne me Orsholiç, me Parlov, me ka një Pavlović luajtin Werder Bremen, ku nuk shkon super karriera. Se ne ishim vend parë atë vit. E nga Zagrebi është ekipi vendit parë. Na ushit një sulmues. S'ma më nëse emrin tash. Ushit në Lecce, nuk e di shkoj në për këtë ekipe, domethënë ai më liroi më pak vendin, ishte në moshë. Ishim vend parë me Dinamo, mos e gjatë fundit, pa diskutim që Dinamo e mori kampionatin se ishte Ashtu është historia. Jo, ishte ekipa e mirë. Po, normal. Ishte ekipa e mirë se ne. Normal. Si e jetove këtë kthimin në Shkodër, se pastaj u ktheve dhe shënoi edhe golat e Vllaznia, normal, kishe tjetër forcë, tjetër formë. Atëherë kisha marrë edhe statusin e kishte tani edhe fare pjekurie. Fati i keq që nuk duhet në kampionat vit me Tiranën, na mori Tiranën 2008-2009 ka qenë sezoni. Po 2008-2009, nuk duhet në kampionat. Ti shënove në neshën e fundit duhet tu në Çonstafa. Up me 2001. Barazum neshën e parafundit në Luçi Shkodër, që Luçi ishte. Që bëni gol Bubeqi, ajo historia është. Edhe hub me kampionatin. Edhe sot Vllaznia po e vën për një kampionat tjetër, thalë se ka marrë. Është ekipi që kudo që shkel në Shqipëri, me këdo që lun, në çfarë do lloj qyteti që shkon, nuk e shan kush. Okej, shan. Unë nuk shosha me Partizanin. Kudo që shkosh, po tifoza probleme me këtë. Edhe Tirana, po vjen Shkodër, vjen kudo.
kudo që shkon ka edhe përplasje, Shkodrën e dojnë tonë. Nuk e di pse. Nuk ka maj men raste shkoshim nushim me Shkombini ishte. Po me Peqinin, fushë e ashpër. Fushë ashpër. Për zotin s'na shashin. Nuk e lunë. Na marrin kështu mos ish për kishte vështirësi pa diskutim se si fal dikush pikët patjetër. Po më ka bërë shumë përshtypje. Po Gjeo, me që na ktheve në ato vite, kodor jam kryestar, në mënyrë që më ashpër kur që në fillimet e karrierës tënde, që të krijonte probleme, në pjesën e parë të karrierës, para se me shku në Iran. Se këtë bisedë ta ndajmë shumë para dhe pas Iranit. Për mua, Gjevon e ri, kush e sikletoste më tepër? Një nga mbrojtësat më të mirë që më kanë pas syt, kampionat shqiptar dhe kudo që kam luajtur është Nevil Lede. Nevil Lede, po. Luta vitin e parë përplasa i herë Vllaznia Elbasani. I vit mbrapa shkon në Elbasan. Neshën e parë që bënën informacion. Që kishte X Ali, nuk ishte Sali. Ose gaboshën Mungoda Abilio. Edhe luajtë informacion. Dhe ishte mbrojtja e Elbasanit ishte Nevil Lede, Tevfik Usmani, Juliana Mata nga Mata, Juliana Mata. Çfarë mbrojtje? Super. Dhe po të them që të katër mbrojtësat morën karton verdh prej meje. Si shlosh ato me që i shpejt dhe më kapshin. Dhe me thonë, i neshe që bëna kundra Nevilit, mrapa në fillova ike në Elbasan dhe e kisha kundërshtar në servitje dhe kisha kapitan. Plas me te. Vitin tjetër kundra dhe me thonë, ishte lejtar shumë i zotin punën e vetë. Kurse për plasët më të fortë i kam pas me Dabullën. Me Dabullën, no? Dhe Dabullë ishte lejtar shumë i fortë. Energjik. Mrapa nuk e kam pas problem me kundërshtar tjerë. Për mu i kam qytë njësoj. Po. Kam ditë me Ushman, kam ditë me Mësove zanatin pastaj. Po, dhe se kisha problem. Si ndodhi më pas që çoj karriera dhe zoti në Iran? Ka qenë Çfarë mundsoi këtë? Ka qenë e bukur pjesa si i kanë në Iran. Bëj fjalën në ekipin e Vllaznisë. Nesër me Skënderbeun, syna me lujt, u bëm mbi punë lekë, punë pagesash, punë pse ashtu siç kanë kohën ato. Zdu me lutje thashun, ishin sa mohabete të tjera dhe në pezolloi Vllaznia, nuk na me lujt deri në janar. 3 muaj nëjta pa lujt. Neshën e fundit e kisha pa kundra Tiranës që i bënë gol mbi 35 metra. Bëj gol Tiranës. Mas asaj neshës u pezollova. Edhe me bën telefon mu një dashamirës nga Maqedonia më thët du me çu në Iran. Çfarë Iranit i thonë, se kisha ide në Irani më dukte si Irak. Çfarë Iranit më thët mu? I thamun, jo më jo, po kisha edhe një nga Legia Danks. Poloni. E kisha gati ofertën, po ishte pagesë shumë. Qytet portualesh, Ishte pagesë 5-6 euro në muaj, diçka, po unë kisha hyrë në nivelet e pagesa më të larta dhe nuk e konsiderova. Ishte në Super League, po nuk e doja. Edhe i thamu nuk vi, po për jo do provosh sepse është zat Ukrainë që është trajneri. Po jo, ja dhonin numrin e trajnerit dhe merr trajnerin në telefon. Thotë më pse s'vjen në Iran? I thamun, që me bojnë njërë, më kam frikë. Zlatko Kranjçar që ishte dhe trajner më pas i kontarës Kroaci, Zjati i Nikos, po, letarit. Ka vdek, çka jeti? Është... Po. Trajner i mall që kam pas një të time. Edhe, më thëtë më pse nuk vjen, dash, po që të bëjën atje, mësu në Europë këto mohabetet tonë. Hajde thëtë sepse nuk e do njëtën ma fort se unë, tha. Se ishte një i madhe. Edhe ka këne bukur. Më thëtë më hajde thëtë se je për kontratë. Unë nuk i kam shku kërkuj në provë. Moj mend që kam djek një kontratë në Hansa Rostock, 2008 e kisha gati kontratën vetëm një ditë që doshim më pa nece, nuk i dole dhe nuk firmoza. Me besos ka pranu kur me donë, e kisha marrë dhe kisha fillu në karrierime. Nuk dolëm, po në 2 në Gjermani, kanë qenë një Koblenz, ishte në Bundesliga 2, nuk i pranova me dalë në servitje 2 ditë, të trajneri vetë, të dilë mos e keme bë kontratë, jo nuk ka shans nuk dalë. Me një ime gabime moshet. Më thëtë më hajtë dhe se kemi po kontratën. Shkoj atje, duke i dita stilit e tënve, nuk marr asë si dhej robet me vede, asë këpuc, asë si gjonë bote, më dhe një shof turist. Thash po shkoj atje ta bëj provë Iranin, shkova në Istanbul, mora vitin në Istanbul, po herë, 2011. Shkova atje, çdo gjë ndrysh. Klima, Dion thoshin mua është ekipi mall, po ndodhi që unë shkova në Teheran, edhe atë ditë që fjetën në Teheran, nesër kishte neshe ekipi ku bëna kontratën Sepahani me Persepolis. Shkoj në stadium me stafin, por çfarë më pa, më 100.000 tifozë në stadium. Në Azadi, ëh? Azadi Stadium. Thash çfarë bëhet këtu mo? S'kisha një, më ishte taku me pa në San Siro nesër në kohës moshëm. Aty ishte nami Zimo. Thash çfarë bëhet këtu?
ishin njerëzit luftë për ekzistencë, si me duash më hëngër bukë, që shkojnë mos bukës, ashtu ishte edhe aty. Full stadiumi, mis, komplet full. Qa bëhat mua? Shifra unë lojen, ishin shpejt, ishin fort, dalshin veprim, kam pa aty autën, çdo lojtar kishte ka 2-3 lojtar të hallta autën 70 metra, 65 metra, 70 metra. Gjerte vetëm për vete, për zollë. Edhe shkova në Iran. Ikën qytet ton, u dom 11 nesër. Ikën qytet ton, edhe më thonë më me dal nesër 10 servitje. Ç'o servitje thon? S'kam rroba. I tham, jo, nuk i tham s'kam rroba, po i tham nuk ka valizhe. Pse të kthehet serbisht e plas të gjuhën serba, ja atë, kança. Okej, do të marrim të buisa. Okej, më mbërm. Për zotën 2-3 ditë kam kanë shumë dop. Edhe nga që e kisha nërprej, në tetor u bezullohet në vllaznia dhe kisha ulë ritmin. Në janar shkova aty, mes janarit, 15 janar. Isha 2 muaj gjysmë pas servitje, ata kishin një ritëm mërësisht. Kishin ritëm tonel, po, se përdoj kampionat. Super nivel ti, ishin shumë vështirë me përbëllu. Shofun atje thosha, ku ka marrë mua, ç'a janë ta mua. Shumë fort, fizikisht shumë fort, shumë edhe është shpejt, ashpër, vite shelmin në futboll. Ta ka hap grushta shelma, ti bishin dorë shtu, ec çor, nuk kishin aty me thonë po ç'a bane, nuk u bëhet fjalë. Po është krejt e kuptueshme se aty ku paguën shumë lekë, do derdhësh gjatë. Ka dhe kërkesë. Aty kishte pagesa të frikshme, pagesa të mëdha, domethënë. Nuk të shkoten mend për Europën, me ata lekë që më atje. 10 ditë më bën majt. Thotë Krançari, thotë bën serviti, mos servit më sepse realisht isha shumë dop. Isha shumë dop, 2-3 ditë më blloku trupi se isha pas servitje, ata ishin në ritëm kampionatit, ishin shumë shpresë, kishin kohë për mua, më lë 10 ditë. Kishte tjerë tuaj aty gjëva po vendas kryesisht. Kishte lojtar tjerë tuaj në ekipin tënd. 3 tuaj lejo. 3 lejohet në rregull. Kisha 2 brazilian, super lojtar. Gianvari dhe një Bruno Cesar. Bruno Cesar shkoi në nivele të larta në Benfica, luajti nëpër Shambana. E kisha sulmuar atë. Te përgjithësi këta sulmuza më. Po, që të bëjmë më shmbuar. Edhe 10 ditë. Më ndoni një ofertë $100,000 për 4 muaj se ardhi, domethënë shkurti. Po, për 4 muaj i thash nuk e pranova. Nuk ka shanse, nuk e para gjithmonë i kam dorë sfidat, nuk jam tremur. Thash jo janë pak. Tha hadi dha se jena për kampion dhe se ka përtu 5 fishuk jo shifër. U ktheva në Shqipëri, thash nuk të më firmos. Ktheva në Shqipëri, po ma nisi kontratën gati. Firmos ju, ma nisi me se po më zvarrishin. Sado që trajnimi kishte dhënë fjalën, po më zvarrisi klubi. Realisht shifte që nuk isha në gjendje me ta. Ta them drejtën. Erdhën në Shqipëri, ma nisën kontratën. Në moment që nisën kontratën, i mora rrobat e çdo gjë gati, shkova përqendrova atje. Ç'a bë me vajzë, se koha kur e më vajzë. Edhe ka marrë 6 muaj, dhe vajza ka qenë atje 6 muaj. Edhe bëna një kontratë. Në prill kam bërë golin e parë. Me thonë ishim në prill kam bërë golin e parë dhe golin më të rëndësishëm që do në kampion. Atëherë ishte faktikisht edhe si pyetje kjo, domethënë kur e ke pasur golin më të rëndësishëm me Sepahanin. Golin e parë e bëna kundër Persepolis. Dhe Persepolis është ekipi më i madh në Iran. Po, skuadra e Teheranit. Ma ka thënë zoti, sa herë që lusha me to. Është Teheranit Persepolis apo që sa herë që lusha me to, bosha ka luaj mirë, mua çote zoti aty. Siç e kam me Tiranë. Edhe me Tiranë hysha topall, i smur, i vram. Aty e bosha. Do thonë don kismeti. Edhe bëna golin e parë Persepolisin. Kam një iranian i cili kishte lindur në Metz të Francës. Edhe ishte normal i lidh me rrënjët e veta, kështu se baba i fliste vetëm gjuhën perse në shtëpi. Edhe Albanian se lunim kështu futboll amator bashkë. There is Albanian thashun që ka luajtur në Espletin. Xhavir Suke, crazy bro, Xhavir Suke. Rendiste i do të na dhe çik futbollin e Xhavir Suke, crazy bro. Nolli bëna gol me Sepahanin, nesër e parë Persepolis 1-1. Edhe kishin me dhe 2 kampionat. Mas 4 ditëve shkoshim në Fulat Kuzestan, kufimi Irakun, mbi 46-47 temperaturë. Na dolin 2 lojtarë me karton kuq. 1-1 nesër, ne lëshëm kampionatin. Ku edhe goli u bë se bëj shumë të vazhdosha kontratën se s'do mashin, se ishte në nivel siç është. Kishin do 2 lojtarë me karton kuq. Po ta shikosh sa është video nëpër YouTube, ku mund të marrë topin nga 25 metrë që jo, dhe mesha topin e qosha deri ke porta të tyrëve tek pull me 4-5 mbrojtësa në përkam, 6 me së shortë, sepse ishim me 2 lojtarë mangut, temperatura 47, 1-1 ishin dhe Fuladi ishte kok me Sepahanin, do të thonë ishte
pa diskutim gjuj shtyllë ços po bashkë dhe nuk e di si na majtë rezultatin deri në 2001. 89-ën e marr topin, triblojën 3-4 muaj, godes gol, 1-2 fitojmë neshën, dalim vetëpor me 1 pikë me Persepolisin. Vim neshën e kthimit në qytetin tuaj. Neshën e fundit në qytetin tonë fituam 2-0 dorë me kampion. Ishte shumë e rëndësishme. Edhe më mend që ka qenë premje më e madhe jetës time deri në atë kohë ai goli. Na dhaja 40.000 për kohë. Së dorë me kampion ma të gol. Pse deri në atë kohë, Gjevo? Kishte ka pas premje. Po në Iran, Po në Iran. Po, kishte neshe shumë të mëdha. Çudia më e madhe nga pikpamja sportive që ke parë në Iran, që nuk e ke parë tjetër kund, qoftë një premje më e madhe, qoftë nuk e di ndonjë pretendimi i investitorëve apo nuk e di ndonjë sjellje tifozë, çfarë ka ndodhur aty? Premjet ishin shumë të mëdha, edhe pjesëmarrjen se du. Ishin të frikshme. Me thonë, më me një rast, ndeshën që fitum kupën, me vjen ministri Imranxha dhe më thotë se ishte president deri këne, në thotë do t'jap $20.000 për gol. Dhe bë 5 më thonë, sepse Persepolisin e kishte Ahmedinexhat, Presidenti i kohës, ndërsa Sepahanën ishte nga Ministria e Mbrojtjes dhe ishte një Saminexhat, më kujtohet edhe emri, njëri shumë i madh, shumë i pasur. Edhe më thotë do të vej $20.000 për gol. Hume apo fitum të gol $20.000. Do bësh 5 gola do të. Më kujtoi humorin shqiptar që do të bësh ti kaç. Kurse sa gola do bëj ti? Po jo, më 2 pas do bësh, do të bëj rregull, them. Në të nesër vjen vaj Mirsadi me Shako Hoxha. Vinë Teran po nesër. Ishin edhe ca pjesëtar të federatës, po nuk ardhen për arsye kohës, nuk e di, kishin disa angazhime tjera, edhe erdhi Shako Hoxha me vllajin. Shako i kishte transmetuar dhe kishte pa shumë nesër në përbot. Se ishte në atë kohë ishte është prapë domethënë komentator shumë. Edhe i thamun nesër ishte 9 darkës. I thamun u çum mëngjes, pim kafe mëngjes se po rishim në hoteli ku flashim ne. I thamun shkoni deri në stadium, i thamë, sa afër ishin Azatin me 50 km. Ç'më bëu tani? Ora 9:30. Shko eri thamun. Shko ç'bëhet. Shko shif ç'bëhet thamun. Edhe si përfundim i jep shoferin e ekipit tonë që kishte dhe i çon vllajin bashkë me Shakun, e çojnë te stadiumi, ishte ora nga ora 10:30 dhe normalisht mund të ishin jashtë 65.000-70.000 tifozë në stadium të futën brenda. Se si çanodhe, ata zjashin 300.000 bileta në shitje. Kati parë 40.000 vetë është me karrige. Kati dytë është me beton, nuk ka karrige. Ke parasysh aty mesi njerëz me bileta mesi njështë. Mbyllet kapaciteti i stadiumit. Mesi njështë, aty në 98 ka pasur histori kundër Arabisë që kualifikuan botror, kanë pa vdeksë tifoza. Është një histori më duket. Që luajti Irani kundër SBA-s ose në Francë në 98. Edhe Bonavi vjen Shako Hoxha e kia. Po t'ju nolli në herë asi të bëj thot vet. Nuk ka mundësi dha. Shumë është i thashë nuk ka të unë e herë me kënë ndodhe në stadiumin. Shumë miz, plot. Pjesëmarrja në stadium, domethënë. Si shkojë ndeshja Gjevo? Fitum kupën, bona golën, 1-1, 2-2 në shtesë, fitum penalti. Lutë edhe Ervin Bulgu, se ka marru me për më. Ervini u bë pjesë e Sepahanit. Isha shkesi. Isha ti pak se vjen ndërmjet. Ervini ishte lojtar kombëtar, eksperjenca dinani më shumë. Erdhi luti 2 vjet, kaloi një kohë shumë bukur, edhe kampionat dhe kupë. Gjatë kësaj kohe ke qenë afër kombëtarës? Edhe si e kujton sot faktikisht faktin që ke luajtur vetëm një ndeshje me kombëtare? Me vjen shumë keq Nikoj Irani, që unë mos vishën kombëtar, 4 vjet në Iran u harrova. Po për Bulgun, pse nuk? Bulgu ishte lojtar me eksperiencë, kishte bërë mbi 30 sa ndeshje në atë kombëtar, ishte pjesë e lojës, pjesë e kombëtarës dhe nuk është se Nikoti shkonte kudo. Ka kënë trajner ky italiani, ky De Biasi. Po, në që vitet e ti. Nuk kam kundërshtu asnjëherë. Nuk kam as pse më fol për veten, as nuk më jep emocion që s'kam qenë, pavarësisht se vjen shumë keq. Po e kam meritu. Se në Iran domethënë do shumë kam me lut, do shumë forcë. Në atë kohë ne për shembull dolëm në katësh e Champions League të Azis, lushim nivele shumë të larta. Ishte shpejtësi, kishim lojtar që një lojtar në ushqit 18 milion, kishte mbrojtësa ushqit Hajsafi në për ekipet shtaj, ta shkojnë nga Sepahani në Leeds ishin Premier League, domethënë
Kishte nivel futbolli, nuk ishte thjesht me lutë. Do të force. Unë më mend aty në ekip kisha Xhalović, ishte kapiteni i Malizi, Sulmuzi, kapiteni i Malizi dhe nuk lundte për Ahmet. Isha në formacionisht sot, domethënë ishte nivel shumë i lartë. Konkurrencë e lartë, po. Shumë e lartë. Sot ndoshta nuk i bën përshtypje Irani se është distancuar nga problemet që ka pas. Po. Kena edhe Çikalleshin, besoj se Çikalleshi mund vjen shumë keq që ka ikë nga kombëtari, po të lush në traktor sazi sot. Do forcë, nuk je kot aty. S'ka shans. Do shumë forcë, do shumë kapacitet për me përballu. Por ne vjen keq te pjesa kombëtares. Nuk e kam kundërshtuar. Ke thjesht keqardhje, po s'kena edhe pengo si kështu. Jo, vjen shumë keq, më thon vjen shumë keq që s'kam luajtur shumë. E kam merituar me kohë. Po. Me luajt më tepër. Se ti ke luajt pak herët me Gelçen me Arihan, mos gaboj, ke pas minuta. Kam qenë Oto Barić. Oto Barić që ishte grumbulluar. Që i voçë 17 vjeç i grumbulluar kombëtar na. Edhe Brigel me ka marr na nis me bën një turne në Amerikë. Në refuzoi ambasadë amerikane disa futbollistëve një nga ishte dhon, ishin 17 vjeç. Po. Kam qenë çuar në Brigelit pjesë e ftesave të tia. E lojtarëve që Oto Barić takoi sa herë me qenë bankin, po. Qenë pjesë e kombëtares 2008, 2007, 2008, e kupton. Po kanë kenë ata koincidencat e fatit atë kohë. I Hero Pezolosha, ose kanë pas atë tipin jo të lehtë në ekipe. Hero Dëmtosha, kuan kur ishin, domethënë, mu bënë 3-4 gjëra. Edhe rrethanat nuk kanë favorizuar, nuk kanë ndihmuar. Po jam shumë i kënaqur për kombëtarin, për zotin kam qenë kur mori pjesë për herë të parë në Francë. Ishte kënaqësi, filloi të na njoftë Europa dhe bota. Me drejt. Edhe pra që ishte goxha digjitoze. Nuk me ngel marrë e pjesës se s'kam qenë kombëtare me pjesën se sa u rrit kombëtare. Unë as nuk flas mirë, as keq, as nuk më intereson, as për federatën, si thojnë, as me amajt krahun janë e tjetër se kam këtë tipi drejt për drejt. Për mu, personat që e mojnë federatën janë shumë të rëndësishëm për ne në futboll. Kanë arrit maksimalisht rritjen profesionalizmin në ekip kombëtar. Në atë kohë kur ishim ne, organizimi ishte shumë ndryshe po. Ndryshe sot kanë çdo gjë, domethënë kena hyrë nivel shumë të lartë. Na hyrë ato përballë me ekipe shumë të lartë. Jo sot nuk e vjen dyshim. Po them që 7 vjet përpara. Po. Ka vite që ka nisë, domethënë edhe në proces, i cili vazhdon. E mendoj që do jetë çdo herë në rritje. Ne jena popull që i kërkojmë gjërat e mira. Mendojmë që i arrijm. Edhe nëse jena inferior ndaj një të madhit, mundona me kafshu, me kap, se jena popull agresiv dhe pjesa e ambicit që dëna me kap. Edhe mendoj që kena për t'i arrit. Edhe tash që është shorti me Anglinë dhe me Serbinë është shumë e fortë, nuk diskutohet. Serbia është ekip shumë i fortë. Mendoj që kena për t'i arrit. Po, lumt goja. Duhet me arrit. Si ndodhi Gjevo që u mbyll përvoja në Iran, edhe çfarë colli në Shqipëri, domethënë, dhe si ishin dinamikat që u përfol pak Tirana, por firmose me Partizanën. Shiko pak. Në Iran iku Kranjça. Trajneri i cili të mori pak a shumë ai ishte, sebebi. Vitin e fundit ishte Faraki, ka qenë një ish trajner kombëtarës Iranit. Nga këto vendas, nga këto komunistat e vendit. General de vjetër. Kisha mërësisht vështirë me të. Aty kisha të bëjmë edhe feja shumë. Unë isha musliman, suni ato ishin shiit. Kishte domethënë të mërësisht problem. Ai ishte nga këto radikalit. Po, nuk e di çka kishte, nuk u ngopte kur. Bëjmë mention Serviti ishte drejtor shumë i mirë. Me thonë isha akoma isha 25 vjeç, nuk kisha lidhje me lodhin ose diçka. Ço Serviti thotë dele bën brap. Dilça me brapën se ishin rrogat e frikshme. Nuk kisha pse më kapën me të. Aty fillova me marr eksperiencën, mos më bë rebel, ti shumë bosha. Po, ti ruaj normal kontratën. Marri kampionati, kena fitu kampionatin atë vit. Nuk besoj se mund të ketë ndodhur një kampionat në botë në një rastësi e neshe. Dhe me thonë, ne ishim vetë 4, neshe të funit, dhe dalim kampion. Dhe me thonë, ne lushim veni 4 me venin e 3, jo se është neshe të funit bëhen me këto kush lun 2 me 3, më thjesht, kalendarori ishte rëndit që veni por lutem me 2, veni 3 lutem me venin e 4. Ne ishim vetë 4, lusim me Naft Tiranin vend 3. A dhe ishte të 4 skuadrat për titull, Tash Naft Tirani ishte 2 pikë vend parë. Jo, po Naft Tirani.
Përse kjo Esteglari me traktorin, të traktoru lutë Bici. Traktor Sasi, po. Si moj mend tash ekipet fiks, po. Ditmar Bici. Këto dyja traktori me ekipin që lutë ishin vend para ata 65 pikë përpara. 64 ishte kjo ekipi që lutë me ne vend 3, 63 ne. Ne po të fitoshim shkoshim 66, e rrezoheshim vendin e tretë, kurse dy vendet e para po të doshin Brazil, ne delshim kampion si u mashim me goleverash. Ato 3-1 për traktorin, 3-3 më rëndneshe, ne fitujmë 2-0, dolë me kampion, vend i katën, vend parë, dhe moj men që edhe France Football, aja revista e prestigjioze, me përmarë një linja 4 orë intervist, vetëm për këtë fenomenin. Ishte rast i rrallë, nuk besoj se mund të ketë ndodhur, që neshin e fundit vend i katën doli kampion, rast i rrallë. Edhe marri kampionati, moj men një rast, kisha aq lek shumë me marrë atje, edhe më vjen ky presidenti që tash rastin e Kubës që më tha po bone gol që i kaq lek. Tha mu ta do i pagush taks? Po i them. Do i paguaj them se do vi prap në Iran. Dhe i kam paguar një shumë të frikshme se ishin taksa shumë larta. Domethënë shumë frikshme. I paguajta se thash do kthehem prap në Iran. Isha djalë i ri. Do kthehem dhe kam kisha kohë muash prap se ishin pagesa shumë të mëdha. Nuk të lëvërdiste të largohesh. Jo, nuk më lëvërdiste. Vinë në Iran është problem. Domethënë më vështirë është me marr exit vizën se sa enter vizën. Thon me dal nga Irani, çka ki bakti këtu në Iran? Që ke ardhur si turist. Thon dalja vizës është më e rëndësishme se do është deklaruar çka ki bë, a kupton? Sa është vend i mbyllur specifik, po. Erdhën në Shqipëri, kisha oferta nga lloj ekipesh. Nga jam në frego jam se të paga më të mirë. Rastisht me një mik shumë timi që është afër Partizanit, më thotë pse të vjen Partizani. Çka ke punë me Partizanin thonë? Se mo jam mund të jam i shtëpisë. E u pse disha për zotin. Po si do të i shnosh të më kështu anë ti. Tash unë di se të gola ti bëj edhe pas të çaj hallin ti më. Me gola dhe u bë kontrata, po që u bë me gola nëse mani me. Po, këtë na shpjegoti. Edhe u bë si bast, kuptimin e fjalës që jo i bën jo si bën. Unë i bëj. Kaç gola, kaç është diferenca. Po si bën as luas si jo, ka një mohabet si ishin mes shokëve. Bona kontrata e Partizanit. Më mend në fillimit ishin son gjëra të thash që në fillim i merrsha shumë lehtë. Serbi u përgatitesha si mëshin, por nuk më jepte në lloj adrenaline për shkak të derbi ose këta nuk. Kisha luajti 100.000 tifozë dhe nuk më vote për shtypje. Nuk bëhet 12.000 ose 13.000 po. Pavarësisht se emocioni mos e ishte për jetim shumë i bukur derbi. Se kisha luajtur asnjëherë. Me Tiranë kisha luajtur, domethënë kisha bë gola kundër Tiranës, po jo vazhdoi faza përjetore, edhe Partizani kishte lloj prototipesh në ekip. Ishte koha Mazrekaj, Trashi, Lushin, domethënë ishin super lojtar. Alban Hoxha, Fizullah. Domethënë kishin lojtar, kishim shumë grand ekip, kishim super ekip. E vazhdojmë lojën, e vazhdojmë kampionatin ne atë. Me këto fillime të ne këtej dhe më mend që në shkoj javë për javë gol. Po, shënohet në Laçin, në Flamurtar. Neshin e parë po i magën në fiks. Me Laçin bëna vrap mëngjes, se s'dosha me luajë, se kisha ardhur akoma në forcë. S'kisha ardhur akoma në formë. Nuk kisha pjesë e ekipit. Më thet më profesor Sula thotë, "Xhevo, hajde më 18." Pa të më shkova vonë 18, kisha bos viti për atë ditë. Ndodhi që Laçi 1-0, më fut lojë minutë 70, fuzi fallun, shkoi 1-1 nesër. Mormen, mas anë Flamurtarin prapë penaltin në të dytën, prapë pina si Rozar, mos e gabosha, isha prapë akoma se kisha marrë vet. Edhe vazhdoi deri në javë 6 me Tiranën. Atë nesër kam vënë një ritor më dop. Fush, çoj zoti nga minuta 56-57, jashtë zonës me Smojlin e Tiranës. Po merr mira, çoj në fund se po 1-0 më ndeshje. Aty mësaj në fillova hynën në ritmin e Partizanit. Shumë eksperiencë e bukur. Edhe sezoni me më shumë gola personalisht për ty në kampionat, ke shënu 21 gola në 31 neshe në kampionat flas. Po, se edhe u dënova një 4-5 neshe që morë i Godite Arabën neshe me Skënderbejën. Imagjino, e godita, edhe me sinqeritet nuk e dija. Nuk isha i pavetdijshëm, po nga çdo emocioni, moment, veprim që nuk di, edhe mos neshe të takoj në Arabën. Shok. Çka si dolën ne këtej, po e ditë verbin se isha rap, ç'a më bëni kur kam hyrë në autobus. Kur kam bë videon thosha mos më po të pak të falin se si kërkova, se pas kam bë veprim shumë tut, se sinqerisht për zotin. I bosha beun aty thosha më mend të dal me kërkon kush,
Se këta utalleshin me mua zonë 1 rezervë. Ishte fallë për ne, mes fush, Skënderbeu fitoi 1-0, edhe në thotë Trashi gjeva këtë rekord. Çfarë rekordi? Në 76-ën hynë në lojë, në 75-ën mora kartën kuq. Ishte Një edhe se dia sa është si veprim. Edhe I thon profesorët po ç'a bëna më dha zbona si gjaz. Zbona sa kur ka bën video më thënë. Edhe domethënë atë nesër bëna 31 ide 31 ishte një gol apo. Bën një gol, ishte goxha. Në mbetet peng titulli që nuk u fituan me Partizanin, që Skënderbeu shumë I fortë faktikisht, por tani marrë kampionatin. Kisha një ofertë nga Bari. Në Itali. Po. Ata kishin një informacion që unë kam pasaport franceze. Po që nuk e di ku e kishin marrë. Edhe vjen Paparesta, nga presidenti I Barit. Po, ka qenë arbitër I famshëm, po në ato vite ka qenë dirigent I Barit, pjesa administratës. Erdi në Tiranë. Po. Edhe më tha kështu, po ishin playoff. Ishin playoff me dolën Serie A. Po që realisht nuk dolën. Thanë nëse ne rrim në Serie B, më thanë nuk kena çfarë mos gaboj, ka qenë sezoni kur kanë pas atë tant skuadër Edgar Çanin, me atë kanë qenë që lunin play-offet për të ngjit Serie A. Diçka tjetër kanë. Edhe nuk firmosëm ata dhe më del një ofertë në Malezi. Perak. Çuaj skuadra më. Shumë lek, shumë vend I pa njoftën. Shkova në fillim orar të ndryshme. Fjera po që shkosha nazi. Isha nazi, po domethënë pjesën e ne nuk isha shkuar asnjëherë. Dal servitje, ç'a më po më. Ata I thosha unë Oliksi ta janë të luajt mbrapsht më. Dy vegjël, trupa të vegjël, futbolli amator. Çan ta bageza më. 70.000 tifozë në stadium. Aty mund bëhet qefti, mund shënohen shumë domethënë. Sa dush. Shkova aty, kisha një trajner komunist gjerman, kishte xherr Kupa Azijet edhe Malezin 72, 73, diçka thoshën avorte një top në shtyllë, bie me kokë, marrë dhe servitin, domethënë amator komplet. Shumë lek. Atë thash pa e marr këtë risk. Vite shumë keq për Partizanin. Pa e marr këtë risk se ishin pagesa shumë mirë, futbolli ishte shumë I lehtë. Vazhdoi pas serviti isha. Ata ishin kampionat në fazë 2. Imagjino, atë vite kam 12 gola Golçenuzi, unë arritëm e bëja 5-6 për 3-4 neshe. 3-4 neshe po. Edhe dëmtova kam pas dëmtimin më të ashpër që kam pas në karrierë. Ma bënë me qëllim. Kam luftu 4 vjet me fitu një shumë konsiderueshme shumë të lartë në gjyq me ekipin e Gjohorit, sepse kishim pamjet pozicionet ishte se ishte ndërhyrje me qëllim. Ma thaj ma bëni cop kamë. Sa vuna kamën shtesëm, ka bëj një ndërhyrje horror, e kam si video, shumë e frikshme si. Si shkoi historia e gjyqit, e fitove do të gjë? Ja, fitova. Ai ishte sultani I Singapurit, ishte presidenti I Gjohorit, ishte e pamujtur. Me umar me ta. Aty bënë një operacion shumë të vështirë. Kartilesh grada 4, është maksimumi I dëmtimit të gjurit. Edhe u ktheva, më thonë, lujta nga 3 muaj aty, sa kisha filluar me marr veten. Do kisha bërë një karrierë shumë madhe aty. Se u pagushin shumë dhe ishte futbolli shumë. Kisha net për çef. Kisha net deri tani. Kisha thyer rekorde. Po, aty kishim edhe atë Krasniqin, ka qenë një Krasniqi. Që ka luajtur me kombëtarën aty në mos gaboj, që është nga Kosova, u naturalizua mori pasaportën. Ishte don mos gaboj, nuk e di tani. Atje ishte me shku, me pas fat me gjë njërin me shku, por shumë e vështirë me shku. Se bota është e madhe, doshin nga Brazili, nga këto vende. Ata që kanë më shumë publicitet, patjetër. Ne kishim shumë vështirë. Unë më bëni një klebo bullgar. Po bullgar që kishte lidhje me këtë Oliksin. Bëra super kontratë. O dëmtova, nuk dosha me një ekipi, se s'dosha prish kontratën. Po ata nuk regjistroheshin do të lejoshin vetëm 2 lojtarë të ujë. Po. Edhe më ishin ata që ishin në gjendje fizike. Ata me nxjerr mua, domethënë, o do më pagushin kontratën, për me liru me një lojtar tjetër ose do I rish aty. Ata mendoshin se ose bëhem më. Sa tha doktori 12 muaj. Tha 14 javë do rish në Patrica. Ishte nëntor. Edhe një vit më tha mos më luajt. Sa historisë del të Tirana. Prish kontratën unë edhe në janar firmosëm Partizanin. Po, ka qenë sezoni gjatë me sa net me Agostinelli Starova. Po, Kuksi me jo ka qenë Starova. Ka qenë që sezoni Starova vërtet. Kuksi me Ernest Gjokën që u shpall kampion me Skënderbeun, që ishin rivalitet me Partizani. Ne kishte ardhur Kubani, po. Edhe kthehem unë tu, mora dhe problem nga ata nuk diskutohet, bëj kontratën me Partizanin. Në prill kisha vazhduar në International në prill,
Nesër me Tiranën 2-1 golin me kokë. Po ti ke lexuar pyetjet e mia që po mi djegsh? Jo, Se do të pyet sa do të kur do shkonte goli me bark. Se bëj çaka për humor. Xhepo. Ai ka qenë faktikisht një episod që edhe u diskutu sepse Xhevo mbi 5. Unë me thon drejtën isha mbi 5. Po. Visha nga një operacion që me kisha thonë vetë kirurgu që do rish 12 me balujt. Nuk kisha se si me kanë në formë. Ndryshe. Unë nuk luja do 10 minuta. Po aty festova në polemik. Sepse Ishte një nga golet që faktikisht rrezoi Tiranën nga kategoria. Kena qenë në një muhabet tavolinë shoqërore me disa jo pjesëtar Tiranës, dashamirës Tiranës, por kishin lidhje edhe me ekipin e Tiranës. Dhe thoshon, "Ora ku jeni tu i kërku pikë?" Se Nolli nuk e di me Kuksin humën edhe ishte historia kup kampionat me Kuksin, po. Edhe ishte Vllaznia dhe Tirana në rrezik. Po, të dyja I thamë, ku jeni tu i kërku pikë, mo, se jeni tu po rrezikoni. Çfarë jeni tu bë? Hama domethënë e kishin synimin që i marrin 3 pikë partizanit, po ne jena për kampion. Për titull. Nuk është, domethënë, nuk mundesh me bën një llogari, futbolli s'ka llogari. Po që ta lësh në dorë ton kampionatin në derbi ku nena u duhet me jetë vdekje 100% për kampion, është risk i madh. Ama do më bën një gol ti me bark, më thanë jeni. Du bash di me atë bark do bash gola, do të thonë do evitojmë nesër. Thash me mend do dali dash zoti, do dali në shansioni. Edhe luajt me nen derbi në Selman Stermonasi, po. Me, domethënë u bë se beb Emiliano Vilo me një lojë. Unë shasha bërtisha çfarë ka se duhesh me fitu nesër, se ishi për kampion. Kur shoh nuk e di ç'a ndroi mbrojtja e Tiranës. E Tirana mbrojti për Brazil, po e tentonte fitoren. 1-1 nesër. Shofën u ndrurën mbrojtja thash, po thash ti isha loja, ishte lutosh 84-85. Vile, nuk e di ç'u bë me u bë se beb me Sarovën. U futën lojën 85-ën, jam fut lojën 86-ën gol. 87, po 86-87 po goli. Po. Vrapimi më i madh ka qenë kur shkova festu goli, zëmnim te gjuri. Si ishte muj katët mas operacionit. Ai kishte thonë 12 muj. Arkimi Fezullah. Po, ai kishte thonë 12 muj mas luj. Ishte muj katët mas operacionit, 9 orë prill, muj 5. Domethënë ishte shumë e vështirë. Se pjesa e kartilagjit gjurit nuk të jep dhimbje. Mund ta tentosh ti, por ama është shumë e frikshme me ashtu sepse është bashkuar me tentosh për fare, po. Edhe ke mund të rrezikosh për protezë në të ardhmen, e kupton? Edhe hyjnë me rrezik. Me çoj zoti bën një lëvizje, nuk e mbaj mend emrin atij më që Klinsmann Saka. Saka po. Bën një lëvizje bozhe djathtës, sa më afru, vetëm thjesht drejtova, domethënë godita pozicionin e kamve se e pash kërcimin e Fizullavut. Otërhoqja që më bën një hap për me kërcy. Fiks dori, fiks aty. Ku bë goli as, më shamë ez mos në dëgjur. Edhe shkova bora të festivin. Mas neshjes, majmen, më ka bërë shumë përshtypje. I thëmë profesorit Sarovës, profe, kush që qepë më ranga 3-2? Ishte Vllaznia Tirana në shef mëdhe. Kush që qepë më ranga 3-2? Po, profesor Sarova tifozi i Tiranës. Po. Kush që qepë më ranga 3-2? Nuk mund ta thëmë ta. S'ma bën goja edhe me thonë ta, as Vllaznia as Tirana. Nuk mund ta thëmë ta. Mund ta duhet që Tirana pa diskutim, se tifozi i Tiranës. Po si mund ta thëmë ta me Vllaznia nga 3-2? Se kishin periudu, Tirana se ka ishte periudu që shkovi atje, Brazil 0-0 ranë nga drejshë. Vitin tjetër, mas 2 vjetë nuk u të ra Vllaznia. Ja, dhe Vllaznia. Faktikisht edhe karriera jote pas dëmtimit nuk ishte më si do kishe dash, po që fillove edhe vetë pas televizin skuadrat ndryshme, pak të Laçi, pak të Flamurtari, periudhë të Vllaznia. Po. Domethënë te Laçi kam shkuar për çep, edhe Partizani te Flamurtari pa diskutim që kam shkuar për çep. Komplet kam shkuar për çep, kam pas marrëdhënie shumë mirë me presidentin e Flamurtarit, as nuk kam pagu, as kam pas nevojë, kam pas kontrollat e mira, domethënë nuk kam shkuar, më fal. Jam pagu, por nuk kam shkuar për pagesë. A kupton? Kam pas marrëdhënie shumë mirë me ato dhe ka qenë pjesë plusimi aty në viteve sa ashtu, po me kishte humbë dëshira më. Shënove Tiranës edhe me Flamurtarin. Pa diskutim. Kishte trajnerë gjithë. Nuk e di ku ai gjithmonë me ta. Kam pas 2-3 herë mundësi me shku te Tirana. Koma përpara, para se më shku te Partizani. Nivel klubesh, keni peng për shumë, ndoshta titullin e Partizanit, ose Breng, siç ishte rëna nga kategoria e Vllaznisë, ti ke qenë pjesë e atij sezoni në shkollë. Me vjen shumë keq çera Vllaznia nga kategoria 2. Do e kishte nis rrugën, kishte vite që kishte u propeliste për mëra. Me vjen shumë keq, me Vllaznin me vjen keq se s'ka dalë kampion. Si me Vllaznin, si me Partizanin. Mendoj që karrierën nuk ka fund, por
i kam plotësuar ata. Një lundur. Më shoh në Iran kam dalë 2 herë kampion i Iranit dhe 1 herë kam fitu kupën e Iranit. Për 4 vjet, domethënë, kam luajtur në Champions League nivele shumë të larta, kam qenë tentativ duke fituar Champions League-in Aziz, në Sepahanin, na eliminoi Al Hilali, që doli në finale. Kam bërë një super gol, ne ishte 2-1, 3-2 në fushën tonë, edhe ata në rrafë 1-0 në fushën e tyre. Do thonë kam qenë kur ishte ende rregulli golit fushë kundërshtar. Po. Kam qenë, domethënë i kam plotësuar ata. Kam harruar me të thonë te pjesa e Egjiptit. Edhe në Egjipt isha duke fitu kupën, bona Si quhet skuadra ku ke luajtur në Egjipt? Al Ismaili. Ishte grand futbollista. Ne kishim Al Hadari që u bë portier i parë që luajti 47 vjeç me botror, ishte pjesë e Egjiptit. Një Homos Armsulia, sot është kapiteni i Al Ahlit, ka 15 vjet në kombëtarët e Egjiptit. Ka qenë Ahmed Hagezi, lutën Hagezi, po. Lejtori më i marrum i gjithë ekipit ishte. Kur ka po mas 4-5 vjetë që doli lujti në për West Bromwich me Mabit. Konstrukti madh, u hullu nga servitja dhe u bë futbollist. Kam pas një Abdella nuk e moj me emrin. Dhe me thonë, ai ta çote mallin, mi thonë tamam në Brazilian, se egjiptian i thoshin Brazili i Afrikës. Nivel shumë i lartë, mo. A din sot përgatitur ishin. Atë vit Egjipti fitoi edhe Kupën e Afrikës me kombëtarën. Po, kanë fituar shpesh. Më mend se unë kisha shkuar një januar. Egjipti vazhdonte Kupën e Afrikës dhe kur në erdhi ky portieri Hadari ishte portier i madh. Shumë portier i madh. Edhe nga që kishin baka të 5 ditë pushim, mas fitimit Kupës Afrikës, rrën Kamerunin duket 1-0. Vjen e bëni servit individuale. Unë isha gjysh me një ekip turk, s'kishin dhënë letrat, edhe isha akoma pa luajtur, pa servitje. Edhe i thëtë një portier, bë të gjujtje me këtë djalin, thëtë, po kujdesit, thëtë. Ha, filloj të qesh, kujdes të gjujtje. Së tu i bë servitje portier, edhe unë duke bë servitje. I fusën që atë gjujtje ati, dhe filloj të gjujtje dritë durë. Që është marrë këtë? Po një anë, ka rastis lush me atë Alireza Beranvandin, atë portierin që i të topin me dorë. Po ishte rezervë në Nafteran. Ai ka qenë, atë ne ishe që durë me ne kampioni, ka qenë portieri i Nafteranit, mos e gabosha. Po, që luti për pas një titular me Iranin, botror, po. Irani ka futbolliste shumë mirë. Gjevo, 3 lojtarët më të fortë që ke pasur shok skuadre. Në Iran? Gjatë gjithë karrierës tënde. Atë më bëj 5 në qofse të veka shumë vërësvisi. Mos të lezi ka jashtë. Te pjesa në Shqipëri, në ka taku me lujt me shumë lojtarë të mirë. Drejt. Kurse në Iran kështë diferenca tjera. Me thonë, po që për punë zgjedhjet, do të zgjedh 3 lojtarë në Iran dhe me thonë se ishin mos cilësor, pa tjetër, mund të thuash. Ky Ibrahim Touré ishte 4 vjetresh del 3 vjetresh doli Guçenus në Francë. Ka pas lojtarë shumë kurse partner sulmë. Po. Kam pas një Muharrem Navikdia, kapiteni i ekipit, po grand lojtar. Lojtar i madh, a kupton? Kam pas ky Sana Safi që luajti në shumë ekipe të mëdha, domethënë kam pas lojtar atje. Në Shqipëri ka taku Brezi fillim kur kam vazhduar me lujt, ka qenë Sinani, Salihi, kanë qenë lojtar në atë kohë, kurse kohët e fundit kur u bëna unë moshë të madhe, te Partizani kam pas lojtar shumë mirë, më ka bërë përshtypje shumë Trashi, Mazrekaj, Batha te Partizani, Albani, Hoxha, tjerë. Kishte lojtar sa dush. Fizullo për mua ka shumë gjina, ka kanë lojtar shumë i mirë. Po ta kishte po ta kishte një menaxhu ndryshe po karrierë. Se ta kishte çu zoti diku më mirë. Mas Partizanit besoj se do ishte bë futbollist i mirë, ishte bë karrierë. Sa ka pas lojtar sa dush. Edhe në Elbasan që tregova rastin me Nevil Deden, Skerdi Bejzadën, ka pas lojtar. Po kanë qenë kur në atë kohë ata. Trajnerët që i kujton sot me mirënjohje. Kam shumë trajnerë me shumë. Me edhe pse disa i përmendë Arën fillim, përmendë Profesor Ardiani më ka rrit. Po. Profesor Ardiani më ka rrit. Është njëri i madh. Gjithë Shqipëria një. Është edhe talent. I thoshin Maradona i Karpateve. Ka luajtur shumë pak futboll. Si shumë i zoti. Krençari ishte jashtë, por në Shqipëri kam pas shumë trajnerë. Profesor Ilir Doja më ka bërë përshtypje shumë. Ka bërë përshtypje shumë dhe ka goxha kapacitet si trajner. Realisht ka bërë përshtypje dhe e kam ditë që do eci, e ka për të ecë prapë. Pavarësisht se ka vite që është trajner, po për mua në fillim. Kontare ndoshta?
se di. Ase I di këto kombëtarën dinamika sepse ne kena hyrë se rrugës do na trajner të hyjë të pikë. Mirë, po ka ardhur për shkakun që një shqiptar i produktit kampionatit drejtoi masë klub ose edhe kombëtarët. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Si situatë. Nuk është e lehtë situata jo. Për momentin jo, sado kapacitet me pas nuk e di kena mësuar, na është fiksuar se ne na duhet të huj. Jo se s'ka shqiptar, edhe nuk ka. Por nuk besoj se është koha. Tani jo, nuk besoj se është koha. Nëse jena morat me një të huj. Dhe profesor Mirel Ljoza. Mirelin ka pas profesorin u kopte me mua gjithë kohës. Më mend sapatar të Vllaznia. Shkodër, po herë. Sapatar të Vllaznia neshja parë erdhi Markurën, sa harroj kur, Markurën edhe bani neshje Kontroll, porta dita parë. Vazhdoi edhe mëse në të shtunën shkumen gjërkase 3-2, 3 gola vet. Gol, po jo gol nga Ansoria, gol, nuk e di çfarë golesh bona atë nesër. Fitum 3-2 në gjykatë, ç'është më ky smifte. Ç'është më ky thë. Mëse më me një rreth stadiumi i Shkodrës, Harku, që është dhe sot e kësaj dite, nga porta te Harku është distancë shumë e lartë. Edhe sipër stadiumit kanë qenë disa që u veshin flamujt. Po nga porta, nga 16 metrash, me miro flamurit atje me top, domethënë mund të jetë 80 metra, 90 metra distancë, shumë larg. Edhe nesër vishim me Dinamo në Shkodër mas Gjirokastës. I ditë para nesës edhe kryesote Franz Aj. Franz Aj, po, kujtohet. E lejtar shumë i mirë. Edhe kryesote dhe unë i bisha voli, thosha ma provë dhe disa gjyti, se ne do ishim dhomë, se nesër ishim neshe. Futi topa, fort i kap një avoli unë edhe shkon topin flamurit, edhe del topi jeshtë stadiumit të pallati sportit. Më ka dhonë normë, dhe më ikë Marlene, mardojtë më shmene. E kujtoj, dhe më thonë kam pas marrëdhënie shumë mirë me profesor Mirelin. Më të mirë nga gjitha trajnerët më të Shqipëri. Pavarësisht se kam pas me shumë trajnerë, po Mirelin e veçoj sepse ma ka ditë temperamentin, kena ditë më marrë vesh me njëri tjetër. Golin më të bukur që e kujton shumë gola më. Po ti ke pas shumë mënyra për të shënuar, domethënë ti mund edhe fakti i goditjeve të lira. Atë neshën finale të kupës me Tiranë, okay, mendova këtë me Tiranë. Ka qenë gol shumë i rrallë, isha shumë dobët atë neshë. Edhe më kishte zjarr trajneri lejtarin më ndrum. E kam golin në YouTube, edhe e kthem topin mbrojtësi, ka kanë mbrojtësi kombëtarës iraniane. Kthem topin mbrapa në portierin. Ja shofun idenë që kishin me këtu mbrapa dhe sulmojnë dhe i kap topin përpara kujdes edhe bëj gol. Ishte gol sepse e pas ka qenë gol i rëndësishëm, edhe i veçantë. I rëndësishëm, edhe ishte stadium që më thonë u bën nami aty, nuk kishe shans me dëgju shokun tënd duke fol. Se ishte në fushë të huj, edhe Persepolis kishte mbi 90.000 tifoza. Nga 10-15 ishin ose kishte kalu kapacitetin 100.000 të stadiumit. Ka po përshtypje shumë se isha shumë i hutum, pavarësisht se isha mësuar me lut me këto. Shtë të tjera ka kanë golin në kupë me Tiranën këtu. Edhe në kombëtare kam bëha, maj me një rast atje Nishut Faroe, i u bona litari por që bona 3 gola në moshët. Fitum 0-5. Doktor Zudia Zudiqova, ka kaj një stadium mes oqeanit, i bisha porë në shkote topi në oqean. So si që e du bëmë është dhe në le po topa. Ati maj me dhe të mënë. Edhe në shprejë se kam bëha, gol, me Greqin, atje në Greqi ka kanë shumë. Ti ke shënuar 2 në Greqis, i ke shënuar Turqis, edhe këtë 3 gol që në Nishut Faroe, 5-6 gola më po. Maksimumi, s'kam bë më. Se kam kënë pjesë e kombëtarës. Sot apo shikon e qik futbol? Pak, a? Kampionati shqiptar pak. E kam shumë qef vëllazim me dalë kampion. E ka shumë vështirë, domethënë takon me nejt me njerëz që investojnë, e dashurojnë, shkojnë në stadium për ditë. E dojnë se s'ban, e dojnë gjithkush, e do dhe Gnatja dhe Dinamo, e do dhe Partizani pa diskutim, por besoj se ba me e qu zoti, me morë vëllaznia kampionatin, e fut në linjë si ekip pretendent vit për vit, pavarësisht sa është. Që të hapë një cikël, dhe e kam shumë me qep me fitu. I mungon Shkodra don. Është e ideja që kanë vazhduar ndryshimet edhe në qytet. Inshallah po vazhdojnë dalim dhe kampion. Edhe sport. E du shumë që ta marrë vllaznia. Sinqerisht, e ka për mua ka shumë vështirë. Dinamo dhe Gnatja janë shumë forta. Partizani nesër tek e 1-2 bën edhe mundet me ashtu me djeg. Një të kam.
Sulmuesi më i mirë shqiptar për momentin kush është Gjevo? Dhe çfarë mendimi ke për Armando Brojan? Sulmuesi më i mirë shqiptar, se nuk mund t'i ndajmë teke, po çfarë mendimi ke? Jo, flas për edhe për lojtarët e Gjios kombëtarës. Shiko, Armando Broja është për mendimin tim lojtar me dhëna më të mira që ka pasur në kombëtar shqiptar. Unë deri diku kur e shoh ma çon mallin tim të disa lëvizje. Ai për shemb Broja e do kontaktin. Po ta kesh vure, edhe nëse se keni vure me një, shikojeni që ai në moment kur niset me top, po e lot vetëm, ecës me top nuk bën asgjë. E do një kontakt. Moment që në kontakt ai e del fitus. Çfarë do i kontakti që të ketë? Mbi 95% rasteve, sa herë që hyn në kontakt me si është fitus. Domethënë do kontaktin, pa më i shpejt, mosha ka treguar me lutet në nivele nuk e ka arrit askush, ka dhunti shumë qarta. Edhe Rayman është lojtar i mirë. Është lojtar goli, thonë jeton dhe pozicionohet shumë mirë kur është në pozicion sulmues ekipi. E kam ndjek edhe me Sivaspori. Nuk është e lehtë me bota golën ndryshim, beso. Shumë e fortë. Është pozicional shumë i mirë për golin. Është më rezultativ se sa Broja. Për shënim golit. Kurse Broja ka dhunti tjera, domethënë duhet është lojtar që ta mon ekipin sipër. Nuk e lën ekipin kundërshtar mu ngrit lart. Është i domosdoshëm për ekipin tonë. Ne kena mangësinë ndërsa ai nuk lën. Këto dy veçoj. Ka lojtar mirë sa dush, nuk diskutohet. Kurse në Shqipëri nuk shoh në sulmues me thëndrit Bekimi është me eksperiencë lojtar golin. Bekimi është tani. A kupton, po nuk e shoh në ishte bën diferencën. Më pëlqen shumë ky lojtar i majt i Vllaznisë. Dodaj. Kevin Dodaj, po. Lojtar me të ardhme, mendoj që gabojnë me fryqe tani, që do shitet ka që anekte, sepse i donë sa minuta, donë pak që të forcohet. Mendoj që do jetë risi për kampionatin tonë që të shitet edhe të bëhet një lojtar i mirë. Gjevo, në knaqe, Gjevo. Faleminderit shumë, shpresoj të jetë zbavit këto kujtimet kanë sjellë ty domethënë në ndjesi të këndshme. Pare folat shumë, se me kujtunën. Të falenderoj shumë. Edhe herë ju them inshallah suksese. Po, faleminderit. Do më keni mbështetje. Në respekt. Edhe do bëhem edhe shkes që vinë edhe lojtar me emër të mëdha, do kemi një mundësi. Domethënë do bëhem pjesë që të falenderoj shumë Gjevo. Nis ta çojë deri në fund. Të uroj shëndet edhe suksese në nismat që ke ndërmarrë në jetën tënde profesionale të re. Faleminderit.